Përshëndetje miq të nderuar të televizionit Qenja. Edicionin e sonte të emisionit Gjurmë do t'ja dedikojmë përvjetorit të dëshmorit Harun Aliu, i njohur për veprimtarinë e tij kombëtare që në kohën e studimeve, po ashtu edhe në luftrat çlirimtare. Sot mbushen 7 vite që nga vrasja e tij në rrethana ende të pasqaruara. Fillimisht i akuzuar dhe i dënuar me burg të përjetshëm për vrasjen e një polici dhe më pas i ekzekutuar bashkë me 3 shokë të tij në rrethana krejtësisht misterioze. Në emisionin e sonte do të sjellim ekskluzivisht edhe një intervistë nga arkivi i televizionit Era të realizuar me Harun Aliun ndër intervistat e ralla. Por fillimisht ftoj të ndjekim kronikën në vazhdim, ku flitet si për jetën dhe veprën e tij, po ashtu edhe për mënyrën se si u vra Harun Aliu, kryetari i Partisë Alternativa Kombëtare dhe i njohur gjatë luftës së UÇK-s si komandant kushtrimi. Dëshmori Harun Aliu, i njohur si komandant kushtrimi, dhe 3 shokët e tij, Gjafer Shala, Qemal Fejzullau dhe Shaban Zenuni, sot mbushin 7 vjet nga vrasja e tyre, misteri së cilës nuk u deshifrua që atëherë. Pjesëmarrës në shumë betejë dhe luftra kombëtare, Harun Aliu mbahet mend ndër viset shqiptare si një adetar i flakt, luftëtar i përjetshëm, si dhe një ushtar i cili aktivitetet e tija luftarake për çështjet kombëtare i shtryu edhe jashtë betejave të armatosura. Aliu lind më 20 maj të vitit 1971 në Hasanbek të Shkupit, ku dhe kreu shkollën fillore. Në vitet e 80-ta pushteti Jugosllav e hoqi përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha shkollat dhe si pasojë e kësaj, Aliu shkollën e mesme vendos ta bëjë në Damask të Siris, pasi refuzoi që mësimet e shkollës së mesme t'i ndjek në gjuhën maqedonase. Ishte ndër studentët e gjeneratës së parë të Universitetit të Tetovës në Fakultetin Filozofik Dega e Historisë. Emri Harun Aliu do të gjendet në thuajse të gjitha aktivitetet kombëtare në Kosovë e Maqedoni, që nga lëvizjet studentore duke u rreshtuar gjithmonë në balë të tyre. Kushtrimi ishte pjesëmarrës në radhat e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që në vitet e 90-ta në drejtimin e komandantit Adem Jashari, ndërsa filloi edhe organizimin e celulave të para të UÇK-s në Maqedoni. Nga viti 1995, ai filloi edhe me aktivitete konkrete në Maqedoni, ku ishte pjesë e grupeve që në Korçove, qytete tjera të banuara me shqiptar, kishin kryer sulmet e para me bomba. Pas zbulimit të bashkëveprimtarisë së tij, Harun Aliu aratiset në Shqipëri, ku fillon rekrutimin e aradhave të para të ushtrisë çlirimtare kombëtare për të filluar kryengritje në Maqedoni. Kushtrimi u emërua edhe në mesin e anëtarëve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, por pjesën më të madhe në konfliktin e 2001-shit e kaloi në front, duke bartur me vete shumë beteja, si ajo e Tanushës, Kalasët e Tetovës dhe zonat e luftës në Karadakun e Shkupit dhe Kumanovës. Thuhesi disa herë është përplasur edhe me përfaqësuesin atëhershëm të UÇK-s Ali Ahmeti për shkak të tërheqjeve të ushtarëve nga Kalaja e Tetovës dhe Haraqina, që ai thuhet të ketë kundërshtuar ashpër këto 2 vendime. Pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, Harun Aliu burgoset nga policia ndërkombëtare e UNMIK-ut në Kosovë dhe dënohet me 4 vjet burg, ku vuajti 3 vjet e 6 muaj pjesën më të madhe në burgun Famkeq të Dubravës. I paknaqur nga marrëveshja e Ohrit dhe veçanërisht implementimin e saj, ai së bashku me disa shokë të tij që nuk pajtoheshin me aktivitetin e BDI-s, në vitin 2006 themeloi Partinë Politike Alternativa Kombëtare, por sulmet dhe skenaret e tij nuk përfunduan asnjëherë. Më 3 janar të vitit 2008, persona të panjohur në Shkup sulmuan një automjet të policisë, ku mbeti i vrarë polici Zoran Markovski dhe disa persona u plagosën. Për këtë incident, policia e Maqedonisë akuzoi Harun Aliun dhe më 4 shkurt të vitit 2010 u dënua me burgim të përjetshëm, që nga ky rast Aliu aratiset dhe ishte i pakapshëm për autoritetet. Ai në disa deklarata të tij më pas mohoi ta ketë kryer sulmin dhe akuzoi se bëhet fjalë për proces të montuar politik ndaj tij nga qeveria e Maqedonisë. 3 muaj më vonë, Maqedonia u zgjua me një lajm të hidhur, kur policia njoftoi se në orët e mëngjesit në rrugën kryesore në hyrje të fshatit Radush ka neutralizuar një grup të armatosur prej 4 personave, të cilët kanë udhëtuar me një furgon të bardhë përplot me armatim. Më vonë, u kumtua se të vrarët nga ana e policisë ishin Gjafer Shala, 31 vjeçar nga Prishtina, Qemal Fejzullahu, 47 vjeçar nga fshati Gërçec i Shkupit, Shaban Zenuni, 36 vjeçar nga fshati Merovi i Tetovës,
dhe Harun Aliu 39 vjeçar nga Shkupi. Harun Aliu, para se të vritej nga policia e Maqedonisë, kishte pasur përplasje të theksuara me Partinë Shqiptare në pushtet Bashkimin Demokratik për Integrim dhe kreun e kësaj partie, Ali Ahmeti. Në disa intervista të asaj kohe, komandant pushtrimi, duke qenë në Arati, ka shpjeguar dallimet që i kishin ndarë me shokun e tij të dikushëm të luftës. Komandant pushtrimi, duke qenë ngjall, kishte paralajmëruar se ndaj tij janë përgatitur skenare për likuidim dhe politik dhe fizik. Harun Aliu, në një intervist për agjencinë e lajmeve INA, kishte thënë se mes partisë që ai drejtonte, Alternativa Kombëtare, dhe BDI-s Ali Ahmetit kishte pasur dallime të mëdha, që nga qasja ndaj marrëveshjes së Ohrit dhe implementimi i këtij dokumenti. Po ka dallime esenciale mes AK-s dhe BDI-s. Kjo e fundit ishte një parti e cila mori mbi vete përgjegjësinë për të qenë vartës e sakrificës së luftës së UÇK-s dhe që kishte për detyrim që të implementojë marrëveshjen e Ohrit. Ajo pikërisht duke u thirrur se u ngrit në sajet të UÇK-s dhe luftës së saj, mori besimin e plotë të popullit për të implementuar marrëveshjen e Ohrit, marrëveshjen e kompromisit midis shqiptarëve dhe maqedonasve, por fatkeqësisht edhe përkundër betimit dhe premtimeve para atij elektorati, BDI shkeli rënd mbi atë marrëveshje duke përgjysmuar nga baza e saj e mëposhtë. Këtu edhe qëndron dallimi se ne grupimi apo ideatorët e AK-s që burojnë nga UÇK-ja dhe lëvizja kombëtare kemi patur tjetër qasje dhe tjetër trend sa i përket procesit të implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Dallime kishte pasur edhe personalisht mes dy liderëve, komandant kushtrimit dhe kreu të BDI-s Ali Ahmeti, si në aktivitetet e para si të rinj, ashtu edhe në veprimtarinë e tyre kombëtare dhe ushtarake. Ne kemi shumë dallime, sepse ai ka operuar nga Zvicra, ndërsa unë kam qenë i kyçur drejt për drejt në terren në Maqedoni, duke konsoliduar dhe strukturuar celulat e para dhe në vazhdimsi formësimin e UÇK-s si ushtri çlirimtare. Lëvizja jon studentore dhe më pas e përfshirë në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ishte kyçur drejt për drejt në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, qysh në fillimet e para kur u bën celulat e para në Maqedoni, ndërsa Ali Ahmeti ka qenë antar i lëvizjes popullore të Kosovës me aktivitete në diaspor. Më vonë, tërë aktiviteti ushtarak dhe faza përgatitore ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoni është organizuar nga celulat e brendshme që kanë vepruar në terren dhe që kishin bazë në lëvizjen studentore. Asnjëherë këto celula nuk kanë qenë të drejtuara apo komanduara nga Ali Ahmeti. Fillet e UÇK-s në Maqedoni datojnë që nga viti 1997 e deri në vitin 2001, kur e merr edhe formën e plotë të një ushtrie çlirimtare, nga viti 1998 e deri në vitin 2001, por edhe gjatë luftës, unë kam operuar me UÇK-n dhe dihet shumë mirë se ka pasur aksione dhe veprime të UÇK-s në Kumanov, Kërçov, Prilep, Shkup, Tetov e tjerë, aksione që janë marrë përsipër me komunikatat e UÇK-s. Në tërë këtë organizim, vlen të thuhet se kanë qenë pjesëmarrës shumë figura që tani nuk flitet apo heshtet për rëndësinë dhe rolin e tyre gjatë veprimtarisë nismëtare të UÇK-s. Harun Aliu në këtë intervist thot se në fillim i kishte besuar sinqeritetit të Ali Ahmetit, por jo edhe aftësive të tij. Por më pas, ai ishte dëshpëruar edhe për të parën. Komandant kushrimi kishte akuzuar Ahmetin për shumë lëshime, dobësi dhe emrime të personave të dyshimt në hierarkinë drejtuese të ushtrisë çlirimtare kombëtare. Unë edhe përkundër kontributit që kam dhënë nuk kam pasur ambicie të tilla, sepse kemi pasur besim në sinqeritetin e Ali Ahmetit e jo dhe në aftësitë e tij. Mirë po tani, sikur pak të kishim kuptuar se ai do t'i bënte të gjitha këto lëshime dhe do t'i degradonte vlerat e luftës në këto përmasa, atëherë sigurisht që nuk do ta kisha lejuar një komoditet apo luks të tillë postesh. Në kuadër të këtyre lëshimeve më tragjike, ishte inkuadrimi pas skanuar i personave dhe individëve të kompromituar, të dyshimt, spionëve, njerëzve që familjar të tyre ishin bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete slave. Kjo nuk i falet kur që dihet se si këta individ u kyçën në poste të larta duke shkelur mbi gjithë atë sakrificë që u bë me emblemën e UÇK-s. Në këtë intervist, komandant kushrimi sqaron edhe skenaret që ishin thurur atij që në kohën e luftrave çlirimtare.
ndërsa në kryet e këtyre skenareve për eliminimin e tij, ai akuzon se ka qëndruar i ashtu quajturi klani i Kërçovës. Është e vërtet se ka pasur gjëra të tilla kundrejt eliminimit tim në rend të parë politik. Argumentet flasin se neve na është punuar pas shpine dhe gjatë periudhës së luftës, ku ky skenar merr formën e plot me një komplot që më ishte përgatitur pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Në këtë periudhë, nga shtabi i përgjithshëm më jepet një detyrë për të hetuar një rast në Prishtinë për keqpërdorim fondesh të UÇK-s dhe në detyrë sipër unë arrestohem nga autoritetet ndërkombëtare në Kosovë dhe dënohem me 4 vite burg. Ky skenar fatkeqësisht ishte përgatitur nga një klan që ka mbajtur uniformën e UÇK-s, ai klan është klani i Kërçovës. Këtë rast e din shumë mirë njerëzit që atëherë ishin në hierarkinë e shtabit, por një ditë edhe këtë do ta bëj publike. Tradhëtit ndaj Harun Aliut nuk kishin marrë fund me përfundimin e luftrave çlirimtare. Në një nga intervistat e fundit para vrasjes së tij, gjatë kohës që ishte në Arati, dhënë për agjencinë INA, komandant kushtrimi akuzon drejt për drejt BDI-n dhe Ali Ahmetin se kishin tradhëtuar edhe në politik, në zgjedhjet parlamentare të vitit 2006. Në zgjedhjet e 2006-s dolëm si parti e vetme e re në zgjedhje, duke arritur fitoren e një pjesë të konsiderueshëm të votave. Me afrimin e këtyre zgjedhjeve të parakohshme, pati iniciativa nga jashtë nga bashkëveprimtarët tanë për të bashkuar dhe bashkëvepruar sërish me BDI-n. Pas tentimeve tona për të qenë më konstruktiv dhe të sinqert në këtë bashkëpunim, më në fund morëm një thik pas shpine nga BDI dhe kreu saj Ali Ahmeti. Zvarritja e këtij koalicioni kishte për qëllim që të paralizoj AK-n, sepse më në fund nuk patëm kohë që të përgatitemi për zgjedhje. Televizioni Era ka realizuar një ndër intervistat e ralla me Harun Aliun, kryetarin e Alternativës Kombëtare, në fillimet e formimit të kësaj partie. Në vijim do të ndjekim një pjesë të kësaj bisede për të sjellur tek të gjithë ju shikues të nderuar një pjesë të kujtimit për komandant kushtrimin. Tani vazhdojmë që shtrirjet kemi edhe më tutje me 30 shtator në ora 20 në Pallatin e Kulturës në Tetov do të mbahet kuvendi themelues i degës së Tetovës. Për të vazhduar më pas në qytete të tjera, siç është qyteti i Kumanovës, Gosivarit e deri në Dibër e Struk. Kjo është sa i përket të shtrirjes së partisë, strukturimit të saj në gjitha vendet, në të gjitha nivelet përkatëse të Partisë Alternativa Kombëtare. Kjo është një prej aktiviteteve, faktikisht edhe kjo është aktivitet partijak. Megjithatë, sa i përket përqendrimit ton, ne jemi përqendru më së shumti në kryeqytet, madje edhe selinë e partisë e kemi në qytetin e Shkupit, vetëm që këtij qyteti t'i kthehet imazhi i vet si qytet i lashtë shqiptarësh, qytet ku me të vërtet është lënë anësh dhe është lënë harres në dekada nga parti tjera politike shqiptare, të cilat me siguri që direktivat i kanë marrë më herët nga konjunkturat të ndryshme politike që për qëllim kanë pas që shqiptarët të Maqedonisë që u drejtojnë në një kryeqendër tjetër e jo qytetin e Shkupit, ku ne mendojmë që me të vërtet është një gabim fatal politik, dhe në këtë mënyrë ne po mundojmë që aktiviteti jonë politik të drejtohet drejt kryeqytetit, që qyteti t'i kthehet dinjiteti i tij politik, po ashtu edhe qytetarëve të Shkupit t'ju kthehet ajo çka e meritojnë, sepse ne shqiptarët në Shkup jemi këtu dem babadem, jemi autokton, këtu kemi kulturën, këtu kemi traditën, dhe këtu do të mbetemi, këtu do bëhet politika. Neve si subjekt jemi të hapur për të gjithë, bashkëpunim sigurisht që do të kemi edhe me subjekte tjera politike, mirë po sa i përket shpekulimeve që po flitet në opinion se gjëja jemi marionet apo ombrell e partisë në pushtet, absolutisht nuk kem të përbashkët kurrë dhe jemi të pavarur plotësisht në këtë drejtim. Neve kemi qëndrimet dhe bindjet tona politike. Sot në vendlindjen e tij në lagjen Hasanbek të Shkupit, familjar, miq dhe bashkëveprimtar të Harun Aliut,
e kujtuan atë duke nderuar jetën dhe veprimtarinë e tij kombëtare. Ekipi i televizionit Qenja ishte prezent në homazhet e sonte për komandant kushtrimin. Vendi ku para 7 viteve u shpërngul arkivolit që barte me vete trupin e ftohtë të dëshmorit të kombit Harun Aliu, priti sot mysafir të zymt, të pikluar, fytyrat të ngrysura por kryelarta, familjar, bashkëveprimtar dhe shumë persona të tjerë, sot përmes lutjeve, përkujtuan edhe njëherë veprën jetësore të komandant kushtrimit. Sot u than shumë pak fjalë për veprën e tij, mbizotronte heshtja dhe meditimin e të. Veprat e tij adetare që u kurorzuan me plumba vrasës nuk lan vend për të thënë shumë fjalë, pasi varri i tij flet më shumë se zhurma e plumbave, duke e heshtur, atë e bën më të zëshëm, e bën të thot atë që gjuha nuk është e aftë ta shqipton. Ai kërkonte një alternativë kombëtare që do të ishte në dobi të shqiptarëve. Realiteti i yllir politik ja kishte imponuar që paralelisht me lapsin në dorë të mbante edhe armën. Bashkëveprimtari i tij Shaban Çupi përderisa tregonte përvojat e tij personale me Harun Aliu në rrugën e idealeve, fliste në kohën e tashme duke u shprehur: Harun Aliu është, sepse për familjen, shokët e tij dhe popullin shqiptar, ai është akoma, dhe vdekja nuk arriti t'u arrëmben dot. Haruni është saj Shqipnisë, saj Kosovës, saj gjitha trojeve shqiptare. E kam problem ta lokalizoj se prej nga ishte Harun. Aje kishte vesh një dopsi, thojza. Aje dënë të lirinë e popullit shqiptar. Pjesëmarrës në shumë betejë dhe luftra kombëtare, Harun Aliu mbahet me ndërviset shqiptare si një adetar i flakt, luftëtar i përjetshëm, si dhe një ushtar i cili aktivitetet e tija luftarake për çështjet kombëtare i shtriju edhe jashtë betejave të armatosura. Kushtrimi ishte pjesëmarrës në radhat e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që në vitet e 90-ta në drejtimin e komandant Adem Jasharit. Nga viti 1995, ai filloi edhe me aktivitete konkrete në Maqedoni, ku ishte pjesë e grupeve që në Korçovë e qytete tjera të banuara me shqiptar kishin kryer sulmet e para me bomba. Ai pjesën më të madhe në konfliktin e vitit 2001 e kaloi në front, duke bartur me vete shumë beteja, si ajo e Tanushës, Kalasët e Tovës dhe zonat e luftës në Karadakun e Shkupit dhe Kumanovës. Aliu së bashku me disa shokë të tij që nuk pajtoheshin me aktivitetin e BDI-s, në vitin 2006 themeloi Partinë Politike Alternativa Kombëtare. Më 3 janar të vitit 2008, persona të panjohur në Shkup sulmuan një automjet të policisë, ku mbeti i vrarë polici Zoran Markovski dhe disa të tjerë u plagosën. Për këtë incident, policia e Maqedonisë akuzoi Harun Aliun dhe më 4 shkurt të vitit 2010 u dënua me burgim të përjetshëm, që nga ky rast Harun Aliu aratiset dhe ishte i pakapshëm për autoritetet. 3 muaj më vonë, Maqedonia u zgjua me një lajm të hidhur. Policia kishte vrarë Gjafer Shalen, 31 vjeçar nga Prishtina, Qemal Fejzullahun, 47 vjeçar nga fshati Gërgjec i Shkupit, Shaban Zenunin, 36 vjeçar nga fshati Merov i Tetovës dhe Harun Aliun, 39 vjeçar nga Shkupi. Edhe sot kjo ngjarje makabre është një mjekull para syve të opinionit. Gjatë homazheve në 7-vjetorin e vrasjes së Harun Aliut, ekipi ynë intervistoi dhe disa nga bashkëveprimtarët e komandant kushtrimit, si e mbajnë mend shokët e tij të luftës. Një intelektual, veprimtar, atvedashës dhe luftëtar si patrembur. Kështu e përshkruajtën sot shokët e tij të veprimtarisë kombëtare dhe njëherësh edhe bashkëluftëtar të Harun Aliut në një intervistë realizuar nga kolegja Teuta Buçi. Po të them të drejtën, mbase të përshkruash me fjalë dhimbjen, domethënë ndarjen nga jeta të Harun Aliut, mbase nuk mund ta gjej domethënë edhe fjalën adekuate për të përshkruar një humbje të tillë. Pikërisht për një person i cili me të vërtet gjatë periudhës biografisë së tij ka pasur një veprimtari mjaft të bujshme, që gjithmonë domethënë janë përcjell me lavdi. Është personi i cili me të vërtet që nga periudha domethënë e ilegalitetit deri tek fillimi edhe mbarimi i konfliktit të 2001-s, dhe më tej domethënë ishte një njeri me të vërtet me zemër të madhe, një bashkëveprimtar shumë i madh,
një njeri I cili gjithmonë synonte dhe si për qëllim kishte, domethënë lirin. Një njeri tejet I qetë, tejet kooperativ, me një vizion tejet qartë, një person I cili me të vërtetë edhe pse për momentin domethënë nuk gjendet në mesin tonë, mirë kujtimit janë të tilla ku gjithmonë shoqëria dhe rrethi që kanë pasur shoqëri me të, gjithmonë e përcjellin sikurse të jetë në mesin tonë. Sepse njerëzit e mëdhej janë të tillë ku gjithmonë lejnë mbresa, lejnë impresione të tilla ku domethënë nga veprat e tij, domethënë janë të paharruar. Lajmi me të vërtet ka qenë tronditës. Mund të themi sepse njerëzit kur dëgjojnë, domethënë kur ndodh një fatkeqësi e vogël, qoftë edhe ndaj një të panjohurit, domethënë I vjen e përcjell me keqatje, kurse në momentin kur vetëm erdhi lajmi, domethënë dhe ndëgjova se jo vetëm personalisht unë, por edhe rrethti shoqëror e tjerë, me rënjen e Harun Aliut, me të vërtet ishte një përjetim të jeti I zymë, një përjetim të jeti I vështirë. Ndoshta edhe nuk mund të përshkruaj domethënë me fjalë se si ishte ai moment, me të vërtet ishin çaste mallëngjimi. Të emërohet dikush heroi I popullit dhe dikush të merr epitetin heroi I popullit, unë nuk e besoj se dokument se çfarë kemi humbur. Një njeri I cili ka qenë I përkushtuar gjithmonë për ideal, për liri, për status të drejt juridiko-politik, ku dhe vetë nga biografia ku lexuan dhe parafolsit, nuk do mend se duhet të përdor shembull përmes fjalorit tim që të përshkruaj shembull veprimtarinë e tij dhe vlerat e tij. Vlerat e tij nuk përshkruhen me fjalë. Natyrisht jeta e njeriut, pavarësisht sa është e gjatë, në rrugtimin e vet takon njerëz të mëdhaj, njerëz me vepra të mëdha. Unë jam një nga mira bashkëftar të Harunit, që e kam njohur personalisht dhe më lën një përshtypjen e njeriut të formuar kombëtarisht, të pjekur intelektualisht dhe me një vizion të qartë politikisht. Nuk di që mu ma çon mallin e Hoxh Kadri Prishtinës. Harun Aliu ma ka qenë mallin e veprimtarit njohur që një historia kombëtare shqiptare, Hoxh Kadri Prishtinës. Njerëzit kanë fate të ndryshme. Njerëzit e mëdhaj lindin mujt ndryshme. Harun Aliu ka një karakteristikë të veçantë. Lind në muajin maj dhe bie po në muajin maj. Mos harrojmë, edhe u Këshin Hoti, filozofi më I madh kombëtar shqiptar, në maj e gjeti zhdukje. Në maj e gjeti zhdukje. Por njerëz të mëdhaj kanë fate që e ki problem t'i përshkrush në rrugtimin e vet. Thuhet një filozof edhe një veprimtar I madh Kosove që Ciceronëve në rrugtimin e jetës u aprejnë gjumë. Kopernikëve, ata që I njohin fizikën, thonë se I verbojnë sy, ndërsa Shakespeare-ët I lidhin edhe në pranga. Dhe Haruni kishte cilësi të tilla. Unë nuk di si mund të them që Haruni është I këtij veni ku jemi ne tash. Haruni është sa I Shqipënisë, sa I Kosovës, sa I gjitha trojeve shqiptare. E kam problem ta lokalizoj se prej nga ishte Haruni. Ai kishte vesh një dobësi, më thojza. Ai e donte lirinë e popullit shqiptar. Nëse mund ta quajmë këtë e dobësi. E donte fort. Si shumë shok tjerë kam pas rastin tani. Edhe më vjen mirë që e kam një. Por kisha dashur njerëzit e tillë të jetojnë gjatë. Unë pas këtij fjalëve të historiku që e tha,
Forsi, Parenz, e kam problem që ka të shtoj mo. Unë shpreja vetëm një kujtim për Harunin, apo komandant kushtrimin, cilën kujtim mund të shprejnë edhe minja tjerë shok që kanë posër potën e ti të njojnë. Familjes i urojmë qëndres, pisnikut rritje bërnore dhe o gjësali pa tjetër dërim, njerëz të mëdhaj kanë fatë të tilla. Vdesin për të mos vdekur. Miru takoshmi në takimet të tjera. I përjeqëm qoftë kujtimi për Harun Aliu. Faleminderit shumë. Vrasja e komandant kushtrimit edhe sot mbetet me plot mistere, ashtu si edhe vet akuza që ishte ngritur për vrasjen e policit Maqedonas, të cilin Harun Aliu e kishte mohuar gjatë gjithë kohës sa ishte gjallë. Ai besonte në drejtësi dhe shpresonte se një ditë drejtësia do të vinë në vend. Edhe ne ngelemi me shpresë se një ditë drejtësia për këtë rast do të arrijë dhe shumë të pavërteta do të zbardhen. Ne takohemi bashkë të premten e ardhshme.